Lase fabulun e Sokolit, Ledion. Po bëjmë një xhiro më para. Bëjmë një xhiro, po ikim në... Ore Dio, ikim në Çilek? Po. Çileku, zonja zotëri, ju mirëpret, dhe në fund shkurtit keni super ulljet e Çilekut. Gjithë ju që keni kalamajt e vegjël, të sa po lindur bebe, e deri sa bëhen të rinj, paka shumë 5 met, 4 met, 5 met vjeç, është momenti të bëni dhomën e gjumit, mos merrni dhe fusni çdo mobilje në dhomën e gjumit fëmijëve se do hani dynjan. Ose se ato mobiljet kur janë certifikuara janë helmuse, lëshon një gjë. Që i kujdes, do shkojnë te Çileku, është në mbi 100 shtete, super brand ndërkombëtar, ka këtë logo e luleshtrydhe, si mos e harroni. Dhe ka ullje të para Çileku, do ju them detaje tani. Po. Çileku ju e gjeni 20-30% ullje të të gjitha mobiljet. Po kujdes, kjo ullje mbaron në 28 shkurt. Marrë ndërkombëtare, si që thash, për fëmijët e rinj, për bebe fëmijët e rinj, rezistente të gjitha mobiljet që janë atje. Janë të mirë organizuara, janë të sigurta për kalamajt, janë të certifikuara nga TUV. Në dyqanin Çilek ju do të gjeni krevat për fëmijë, krevat marinar, krevat makinë, krevat për bebe, djepa. Mobilje për dhoma gjumi në stile masit ndryshme, dyshek cilësor me çyje super ekonomike. Nxitonit e Çilek, tani është momenti dhe në 30% ulljet e të gjitha mobiljet, kujdes dhe në 28 shkurt. Mos u mbisni këtë mundësi, e gjeni ose përballë kompleksit Deliorgjit të rrugëve Vajës, ose në autostradë e qytetit tregtar Prestigjom, ose Çilek.al në internet, ose në Instagram Çilek Albania. Është kaq e thjeshtë. Çilek mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj, bravo Çilek. Rikthehemi Ledio me Sokol Bregun te fabula e tij. Marini si interesuar dhe i shqetësuar për çështje që ndodhi në Bashkinë e Imarës, është interesuar të dëgjojë këtë, sepse ka lidhje, vazhdon fabula e bashkive me Sokolin, do mundohemi të kuptojmë tani në disa minuta, se sa janë kryebashkiakët, e kam të qartë, e kam të saktë 16 kryebashkiak me dosjen e SPAK deri tani, ca të dënuar, ca në jetim, apo janë më shumë? Janë 21 janë, qësej 16 janë në detyrë, 5 janë ish. A, janë 21 total? 21 në total. Atëherë ta ndrojmë atë shifrën që se mundemi? Në total jetimet janë për 41 bashki, pra duke përfshirë jetimet të cilat... është bilans lufte ky, ky është bilans lufte. Dhe bashkitë e tjera të cilat nuk kanë qenë kur pjesë e hetimit, duket se kanë përfituar nga ndonjë hetim, mos hetimi i KLSH-s, ndonjë histori tjetër, mos kallëzim, por janë bashki të gjitha të vogla. E vetmja bashki e madhe që nuk është hetuar ndonjëherë nga SPAK, çuditërisht është bashkia e Beratit. Po e quajtëm bashkinë e Beratit të madhe. Të gjitha të tjerat pastaj janë në hetim të plot. Shumë bashki të vogla, me 7-8.000 banor kanë përshtypjen, kryesisht këto në jug të vendit nuk kanë qenë pjesë kurrë e hetimeve. Çudi e madhe është me bashkinë e Maliqit, ku një njeri ka 30 vjet kryetar bashkie, nuk ka qenë kurrë. Duket që ai është mjeshtër, nuk hetohet kurrë. 30 vjet kryetar bashkie, mos bësh një gabim, ai qoftë, por inshallah ky është mandat, ky është mandati i fundit, ai do ikë se s'ka ç'a bën, po. Për këtë fua? Një kryetar bashkie në Maliq. Po i pa hetuar as. Edhe bashkia e Maliqit. Të gjithë bashkitë e tjera të mëdha, pastaj janë të gjithë kryetarët e bashkive aktual, të bashkive që drejtojnë bashkitë e mëdha, janë në hetime, disa prej tyre janë në prag dënimi. Sot doli edhe një për kryetarin e bashkisë Roskovecit. Në fakt, po prisja që dënimi të ishte me burg, nuk u dha me burg, sërish u dha me kusht. Një vit e gjysmë burg ishtë ndruar në një vit me kusht. Kjo do t'ishte arresti, ose burgosja për herë të pare një gruaje politikane në Shqipëri, po duket që ja hodhja ajo zonja. Edhe kësaj radhe, mori një dënim të vogël. Cila ishte kjo? Kujt ishte? Roskoveci. Është kjo, Majlinda Burg. Roskoveci bie midis Fierit dhe? Midis Fierit dhe Beratit. Duket si një bashki e vogël, por në fakt është një bashki e madhe. Ka shumë fonde dhe e di pse? Cila është harta? Më thuan që harta e kryebashkiakëve që janë në Burg fatikisht. Përveç Erion Velias Tiranë. Jo, asnjë tjetër. Vetëm Erion Velia është.
Dhe është e çuditshme në fakt, që vetëm ai është. Është e çuditshme. Rast nuk i ngjan burr. Po, janë 21 të tjerë dhe të gjithë dënohen me kusht. Rregull, pra, dakor, po varet se për çfarë vepra janë. Të njëjtat vepra janë, shpërdorim të tyre. Me karinato të revelit. Ky ka dhe evazion fiskal, prandaj atë ka sa u fut. Atë do thosha. I fundit fare cili ishte Rogozhinës? Jo Rogozhinës, ky është i dyti, jo i fundit. Po këta të 16 janë të gjithë të pushtetit, janë të majtë. Pushtetit, po. Nuk kanë asnjë djathtas. S'ka djathtas. Se në fakt djathtas vetëm 4-5 bashki kanë. Kanë 4-5, nuk kanë në qartë. Se nuk kanë ndonjë lek ata. Ky i Memaliajt më duket se ai ka qenë i PD-s. Ai i Memaliajt që u mor ish kryetari. Çfarë po ndodh? Si e shikon ti të gjithën këtë Koli? Kjo ka dy mënyra. Ç'është gjithë ky fluks i madh hetimesh në të gjithë këta që po hetohen dhe do dënohen me kusht dalin nga politika. Mirë, po këta janë nga ata njerëz që kanë mbajtur pushtetin deri tani. I kanë dhënë shumë vota këtij pushteti. Është e vërtet kjo gjë? Po. Nuk janë no-name ato aty janë. Jo, brenda strukturave janë njerëz që kanë peshë. Ja, kanë peshë politike. Edhe financiare. Po. Dhe nga ana tjetër, një gur dhe dy zoq. Spaku nuk i fut në burg. GKK-ja i dënon me kusht. Rama çlirohet nga këta dhe presioni këtyre për të qenë në parlament, se kur mbarojnë nga 2-3 mandate, sepse për shkak të ligjit të dekriminalizimit këta nuk mund të futen më në politik. Nuk mund të jenë kryetar bashkish, nuk mund të jenë deputet. Po që të gjithë këta, të fundit dhe kryesorët janë në hetim, absolutisht që është Benet Beci i Shkodrës, që është në prag të gjykimit, është Pierini në Lezhë, është... A është dhe ky Pierini në Lezhë? Po, ka qenë është... Sa u bë ish kryetari bashkisë të Pelenës, që ishte e pam gjithë atje në atë shohun, kishte thyer edhe balestrat atë ditë që po futej në ky Tërmet Peçi. A ish? Po, është dhe ai në subjekt hetimi. Janë pothuajse të gjithë në çuditërisht. Të gjithë nga sa, pra se janë 60 bashki. Gjithë bashkitë e mëdha njerë, Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës. Po kjo e Durrësit dhe kjo e Durrësit është. Kjo s'është se të gjitha këto i pagoi ai thoya Vanjushi. Po të gjithë këta, si tha Sokoli, më fal që të ndërpreva, po jetojnë në gjendje të lirë, do me thënë, për këta të majtët vlen prezumimi pafajësisë. Edhe ky që vodhi votat i Rogozhinës, që vajti në burg, që u bën zgjedhjet për që pjesësi t'i vithe ky mos fitonte PD-ja, ndonjë 2 vjet për jashtë sa u gjykua, u zvarit gjykimi dhe më në fund e dënuar 1 vit. Kryetari i Bashkisë së Marrës, Fred Beleri, erdhën e rrëmbye natën vetëm që mos shkonte në zyrë. Do me thënë, po të kuptosh si funksionon drejtësia me regji. As diskutohet. Benet Becit, po ja 300 çështje nuk u paraqit njëri tjetri që mos të dënohet derisa të kandidohet tjetër. Jo, do t'i jepet dhe po gjykohet me ligjin e vjetër për shpërdorim të tyre, jo me ligjin e ri. Nuk ka rëndësi ajo do dënohet, do dali jashtë dhe gjyqi sa do ta zgjasë 2 vjet nuk e zgjat dot. Po e zgjati 2 vjet do futet në zgjedhjet 2027-s, do vjedhë edhe një herë mandatin e Shkodrës. Kjo është drejtësia me regji. I përdor, i shtrydh, edhe Vangjel Tavon. Ja vodhi zgjedhjet në Gjirokastër Vangjel Tavos, Vangjel Tavo vajti e çoi në SPAK, tha Edi Rama është hajdut. U gjendën një natën dhe tha bëra gabim, tha që thash është hajdut, se është hajdut me dorë të lehtë, vajti dha i marrën. Kjo është logjika. Vërtet Beleri bëri burg, po edhe kryetari i bashkisë bëri burg. Kush kryetari i bashkisë? Tjetri. Kryetari i bashkisë vodhi ndihmoi Olta Xhaçkën të vithej 11 metra katror o zotri. Fred Beleri s'ka marrë 1 centimetër katror. Vazhdon hetimi dhe për nuk mbyllet ai. Olta Xhaçkën u mbyll ai. Është mbyllur. U mbyllur, u dënua Gjergj Goro përdor limon i shtrydhur për Olta Xhaçkën. Jo për atë, po ajo ka histori të tjera. Histori të tjera mirë, po 11 metra. Okoli, kush është rasti më i bushëm? Kush është rasti më i bushëm përveç Velis që është në Tiranë, që është në Bukë, kush është rasti më i bushëm ato bashkitë që janë në hetim tani? Digjet ma thuash? Ose mirë akuza që rëndon më shumë, cilë është akuza më e bushme? Jo, këta i kanë akuzat e vogla, të gjithë shpërdorimet e tyre i kanë. Përveç Veliajt, të gjithë të... Pra ndaj nuk janë në burg, pra me që më the pse vetëm Veliaj, ndoshta për këtë. Po pse shpërdorimet e tyre nuk është burg? Është burg? Pse këtë të Rogozhinës ti e fut? Se ky e ka për zgjedhje?
Edhe me këtë Majlinda Bufin, të njëjtën aty. Se u fut ky Rogozhinës? Vajt u dorzuaj. Doli nga zyra. U dorzua vet ai. Po, ku shkonte? Ai kishte ikur sa? Jo, ishte në Jo, më shumë 2 detyrë. vjet në zyrë ai, ndërkohë që toja ishte në zyrë bënte kryetar në Po bashkisë. pse në shkuptin vajt u dorzua, se unë se nuk e kuptova mirë atë lajm. Doli dhe shkoi u dorzua, se do shpallej në kërkim, po nuk u dënua. Mori vendimi formë të prerë, duhet bëj burg. Po dalë një sekond, i iku ai që u dorzua, kishte ikur? Jo, më ishte në zyrë. Po çfarë thonë Por u dhe mund dorzua? t'ikte, më. Para se t'jepe vendimi, mund t'ikte. A, ky shkoi para vendimit apo mbrapa? Jo, mbrapa vendimit normale, u dha vendimi, po 5 minuta masi u dha vendimi. Po nuk ishte në sallë ai? Vajti. Jo, nuk ishte në sallë. A, nuk vajti në sallë? Jo, nuk vajti në sallë. Ishte me avokat. Edhe u dorzua në burg. Por nuk mund t'jetë kështu. E sa u dënua ky? 1 vit. Ishte, edhe 1 vit. Për shpëdonim detyre edhe ky? Po. Jo, për korupcion në zgjedhje. Korupcion zgjedhor, po. Ky Rogozhinës. Po tani. Edhe Majlinda Bufi me të njëjtën Me të vetë. njëjtën është. Ç'është Majlinda Bufi? Kryetare bashkisë Roskovec. Roskovecit. Kjo është me 1 vit detyrim paraqitje. Ai që ishte mashkull u dënua me 1 vit burg. A, koli, ja 1 sekond Marin, koli. Tani, në logjik, nuk mund... Pra, ti thua janë të gjithë njësoj këta 16. Gjithë njësoj, më. Pse më the janë 21, se janë 5 se ti janë... 21 të tjerët janë shpërdorim detyre, Has, Bulqiz, Shkodër, Lezhë, Kap, të gjithë janë për ndonjë vepër për ta me Maliaj, Kavaja vazhdon e timi. Janë kështu për gjërat vogla. Janë për të ndryshme, po të cilën ti e humb mandatin tënd si kryetar bashkie. E humb që së dënohesh me formë të prerë, pra. Po me forma e prerë sa jepet e para, po hyre në gjykim, po vajte në gjykim, forma e prerë jepet brenda 3-4 muajve, kështu që... Je i sigurt i për këtë? Po daleve 1 sekondë për tani. Po s'ka haqësht. Ore, janë vitin tjetër zgjedhje 2027, zgjedhje lokale. Po. Këtë ti mendon se do... Ka puna pili Ka bërë që Edi këto. Rama në plan, do ta treqi, do ta shtyri. Herë, 1 sekondë, se i futet drama këta, më rrëdha në burg këta, i pra, se tu është denoncon e drama këta në SPAK, vëlla? Jo, A i ka zgjedhur e drama këta, më rrëdha, para 3 vjetësh. Shiko, në SPAK i denoncojnë, po edhe SPAK-u nuk ka lidhje se mos bëjmë në... SPAK-u është i ndarë gjysë për gjysë. Po djetë ajo, mo. Gjysmën e kanë Amerikanët, gjysmën e ka Zoti Rama. Ndikimin, kuptohet, jo si njerëz. Tani, ata që kanë Amerikanët nuk merren me këta kryetarët e bashkive. Po si e lejon, pra? Ata merren me krimin e organizuar dhe... Ore, Zoti Rama që i thoni juve, Zoti Rama, si e lejon atëre me që kontrollon gjysmën e SPAK-ut që këta të merren dhe të merren për këmbë kështu ti marrin njerëzin? Po si i lejon? Po se i ka ferë në përkëmbë. Çdo ditë o Arian dhe këta çon më pak të rëndësishmit. Pra ti thua duhen sa koka turku. Po pse kryetarët e bashkive, pra? Po se i ngjesin në përkëmbë, ja si Baftiari që e nisëm në fillim. Baftiari, masi ishte 12 vjet kryetar bashkie, nuk ishte çfarë bënte. Se këta janë dhe çuditshëm. Masi mbarojnë 12 vjet kryetar bashkie, nuk rinë rehat dikund. Po tani koli një fjalë goja është kjo, burr. Po themë kush jeti koka më e madhe e kombit ti patjetër. Se kush jeti. Atëre, shiko. Do të them 2 gjëra. Të gjithë ish kryetar bashkive. Mos na si punë. Jo, po këta kërkojnë deputet. Je pra, Baftiari ku vajti? Jo, u bë deputet. Baftiari filloi te bankës. Jo, u bë një deputet Baftiari se nuk ikte. Po ashtu mirë po. Baftiari, ky i Beratit, ai tjetri, ky këta duan masi ikin nga kryetar bashkie. Po ç'të bëjnë më kol, o kol po shmërzitje e madhe jeta më për ti thua të rinë shpikot? Po pse më këta janë njerëzit që do çlirojnë Shqipërinë dhe do japin? Këta me se nuk janë më të aftët, më të shkaftit. Jo, këta janë më që mos më të shkaftit, pra. Po bravo i qoftë. Pra, jo se të tjerë, më fal, jo se s'ka të tjerë, këtë janë duke të thënë, pra, mundohet të më kuptosh. Jo se nuk ka të tjerë do doni të ishin si këta. Problemi është që kjo garë është. Te kam thënë, është si punë e spermatozoidëve, o kori dëgjoj. A nisën 1 milion, më fal. A nisën mbi 1 milion spermatozoid dhe i turen vezës, vëlla. Prit sekond. Se këtë e them gjithmonë, po do ta them se është shumë e rëndësishme. Po. Se njerëzit harrojnë ndonjëherë. Njerëzit harrojnë dhe bëjnë këtë pyetje që bën ti. Po pse mo këta janë vetëm? Po jo, pra nuk janë këta. Puna është që këta kapin vezën. Dhe janë 1 milion mërkoll, si ka mundësi që vetëm një vezë, mërkoll. Vetëm një spermatozoid futet brenda në vezë. Ma thua dot 2 në qoftë se janë binjak. A ma shpjegon dot vëlla? Ta shpjegoj vëlla. Tani nuk barazojmë punët e Perëndis me Edi Ramën se e rritë shumë historitë. Jo, puna e spermatozoidësh punë e Perëndis. Duhet ta them gara. Nuk është gara. Si në kontekst biologjik. Jo, në kontekstin biologjik. Mos na u bisedë në nivel. Mos u nivel në bisedë. Marin, si në kontekstin biologjik, dakor? Gar është gjithçka. Kur them garë në çdo nivel, te kam thënë, si punë fshesaxhinëve. Në kontekstin fshesaxhinëve e bashkisë, ke parë të këtyre kompanive private, e di çfarë lufte dhe çfarë brylash ka atje për të kapur kush do bëhet brigadieri. Jo, ka një problem. Aman më Marin, po pse nuk e kapi këtë gjë më? Tani çfarë ka Baftiar Zeqo vëlla? Fali sekond. Që është dihet akoma i ri,
Kot mora shumë u bafjari. Bafjari të punoj, morëm shumë u Po Koli thot, pse qa janë këta, thot Koli, pse qa janë këta, këta janë vetëm, jo, janë me mira si këta, puna është që këta janë më të shkapit, ta kapin vezën prakë, këtasin vezën. Kjo është luft midis Maskarejnë, nuk është garë. E kapin më e kapin, po problemi... Bijem dakord me këtë? Tani, bijem dakord. Tani ka një gjë, Rama për t'i larguar, se e bezdisin më, masi këti ke qënë 12 vjetë, a i nuk do më nga këta. Bravo, kjo pra... Jepi gjohë dhe i largon. Kur nuk largohesh me... Ka një mënyrë vjen një njeri që të shoni letër në post. Pra ndaj pra pyetja ime është, është Ramsin brapa një ngacmon këta me snak pra. Por nuk mund absolutisht që konjunktura e ti është. Po që interesi ka më, Allah? Po se e bezdisin më në masë 12 vjetë, kryetar bashkie do dhe 12 vjetë në parlament. Tani ai në parlament nuk do nga këta. Ai do arktim. Tani njeriu kur shkon ka gjatë. Kur shkon ka gjatë në pushtet do arktim. Do Zeqinen, do dikën tjetër. Nuk do mizat të veshin. Po nuk do nga këta se këta janë mjeshtra. S'ka faj shkreti më. Tani këta e bezdisin, e kupton? Që na Ramsi shkreti, që na pëllet. Pa që isha i me këta më vlajnë. Këta menen të gjithi, e ke parë si... Jepe dhe turmës mishtaj, Po sigurisht. qatë të bëjë shkreti ma ka sy të gjithë nga i mërë bure, kupton të që po nuk të pa i me sy ti nuk ekziston më vlajnë. Shiko, se unë ndrova... Mose, do të them një gjë. Ndrova tem për të statur se do t'i vi radha dhe Tavus po e kaloj këtë. Besoj s'pak do shkoj kjo. Gjithë si shkryetarët e bashkisë Marës e kanë nga i punë me ligjin, në mënyra ndryshe, të gjithë kanë vajtë në burg. Ajo toka ti kushton shumë, por se është deti. Normale është, toka më e shtrenjtë në Shqipëri, nuk është si, prandaj bashkia Çorovod nuk ka vajtë në njerë për jetime. Se është një cent bën 1 metër katror. Kur? Kur me, po kush, po për çfarë? Pse ma për Rogozhina që vete qa ka tani Rogozhina? Po Rogozhina e kapi mërë me atë, po Rogozhina ka detin më të mirë më. Rogozhina? Po është larë nga teti Rogozhina ose. Po e ka bashkia më lejet i jep, lejet vonë, ka gjithë spillenë dhe atë më. Se Rogozhina i ka po Rogozhina më gjithë spilles, edhe atë plazhin e bukë. Si ka kavaja këto? Bashtovën. Po ç'ka vaja ka olla? Gjithmonë e ka Rogozhina, gjithmonë ka vaja. Por është bashki e rëndësishme Rogozhina se ty të duken kështu. Po këtë erioni e kolonjë, po atë për çaj. Ai çka ka? I ka deta aty në kolonjë. Jo, ai s'ka det. Ai çka ka? Po atë pse e mor? Ai ka ujësjellsa. Po ujësjellsa kanë të gjithë pra. Po të gjithë gjysma e këtyre në burg për ujësjellsa. Është vendi çuditshëm ku ka 80 firma që shesin ujë dhe premtimi i shqiptarëve edhe 1200 do keni 24 orë ujë. Tani do të them se pjesë e investimit kanë që lahen vetëm një herë në javë se s'ka ujë. Po s'ka ujë më. Si i tha i... Dhe Marini i thot mos ja jep privatëve ta bëjnë të punë. Vetëm privatëve janë morë burë. Mbloth në Imar para ca ditësh, Ministri Bujqësisë, Kryetari i Bashkisë, ca deputet të tjerë, e flisnin për bujqësinë në Imar. Në 22 fshatra në Imar, në 18 nuk ka ujë fare. Në 18 fshatra, po të shkosh nuk ka ujë në Qezëm. Këta flisnin për bujqësinë, për vizionin e Edi Ramës në Europë për një bujqësi të zhvilluar, në Imar s'ka ujë fare. Shish më thonë, janë 200 marin dhe në 500 milion spermatozoid që vrapojnë për të kapur një vezë. Jo 1 milion, se unë e ulla shumë. Kurse këta janë 500 maskarejnë rilindas që duan të kapi një post. 500? 500 janë një qetë e vogël janë. Po lue pak, jo, nuk janë qetë e vogël. Qetë e vogël, 500 veta një qetë. Qetë e vogël i kishte përballuar. A i s'po di. Jemi në minutën e fundit. Tani mund t'jemi në minutën e fundit, po... Jo, një sekund. Jo, më lejo si mua. Me lejo. Jo. Të furnizohemi, se mbaroj karburanti. Po, vetëm një sekund. Lejo, ikim pak të SPJ-ja plak. Aman më burë, ju kanë thënë 100 derë. Koli, më shtetu pak se del kokën e ekran. O ti, s'ke fajti jo. Si qesh, Ledjo. Nuk e fajti illa, është problemi kamerave, nuk është problem. Digjon, dhe më thënë asi kamerave, është tjesht problemi tavolinës, është gabim mobileria, shëtë si ka, është dhe pizatimi. Dhe gjithë ju që doni të mos ju qaj makina, shkoni të SPO ili, se lap nam. Jo kanë thënë mos fusni çdo lloj zorre që u der përpara në trotuar, dakor? Futuni të SPO ili, e keni të pastër 100% karburantin atje. E para nuk ju smuret makina, e dyta performanca është brillante e motorit. SPO ili ka këtë logon që shikoni ju, ja, nuk e harroni, e keni gjithandej në blok të Rokavajës, kur dini në autostradë, kur ikni nga Peqini, dhe nga Rogozhina, po doni, ku doni ju? Në Elbasan, SPO il, the fuel of champions. Bravo Saidi, e i papar. Vdes për SPO ili, më gëzon shumë. Dhe unë ishtë ikin në 12 natës që furnizohen të SPO ili. S'ka as trafik është. Jemi në sekundet e fundit. Këtë javë, do më thënë, unë jam marrë me një tjetër
lloj hetimi, duke qenë se vazhdon të jetë një problem. Por çdo kesh nesër, më thuaj çdo kesh nesër në KÇK, jo nesër, për shtembull, të shtunën. Të shtunën. Është historia e call centerave në Shqipëri. Është i mjeshtër italian, i dënuar me 9 vjet burg. Ky që ky që të kulla, ky të kulla. Do t'i mbledh të gjithë këta të kullave, këta të call centerave. Ky quhet Luka Falcone, është i dënuar me 9 vjet. Vazhdon në Shqipëri. Po, pse tiki? Jo. Se kap. Po mas më tregoj historinë aq sa të mundesh tani se ti do të tregosh emisionin tonë. Mashtrimin e bërin në Shqipëri me të gjitha. Si quhet Luka kush? Luka Falcone. Të gjithë kështu i kanë. Se i kam qeftë italianët, edhe kur bëjnë kështu mashtrime valla, të vetmi që më pëlqen kur mashtrojnë më marrin, si kam mundsi. Këta kanë emra gjithmonë. Më gëzojnë shumë. Kanë specialista, problemi është që këta tanët kanë ikur para. Po, edhe një herë, mua më pëlqen mënyra si italianët i kemi mësuar mashtrimet. Po, mënyra si mashtrojnë italianët është shumë ka poezi, ka romantik. Është romantik kur mashtrojnë. E kanë. Pra të mashtrojnë, po ty nuk të vjen keq. Pra në familje do dhe vetë të mashtrohesh kur janë italianë. Ose si e mashtruar siç mashtrojnë këta të Sokolit, se kur mashtrojnë këta nuk të vjen keq, qanë. Jenë vete? Po. Ç'është ky Luka më burr, Luka? Vodhi disa milionë euro. Kur më kur? Na Shqipëria, po jo shqiptarse. Po të vinte shqiptar doja kriptin kokën. Po vodhi tuaj, po nga Shqipëria. Po cilët u huaj vodhi s'dim gjë. Po italian, francez. Çat kapte domun. Çat kapësh është dhe Luka. Tani spaku e kapi dhe e dënojnë në 9 vjet burg. E tha që për krime Po kur e ka kapur, se po në dërgon tani tipët. Jo, e kapi, nuk e arrestoi, se në Shqipëri nuk të arreston, sa të kesh i policit korruptuar nuk të arreston njeri. E di pra, po kjo është histori tani, kjo e Lukës. Tani më është dënuar 9 vjet. Jo, kur ka ndodhur, kur ka ndodhur? Vjedhjet ka ndodhur 2019-2020, u bë një zhurmë e madhe në 2023, u dënu me 9 vjet burg, firmat e tij u bllokuan, ndërkohë që firmat vazhdojnë xhirojnë para, edhe pse me urdhër të spaku duhet ishin shtrirë. Ishte Forex ky, Forex? Po Forex, gjithashtu janë mjeshtra. Tani Luka, shqetësimi është, po si vazhdojnë, ka dhënë urdhër spaku 3 firmat e tij të ky mbarojësi etnitet tregtar. Por të zhduket fare dhe firma. Jo më firma ekziston, bankat vazhdojnë, tatimet e lënë, gjithë e lënë që ky t'i xhiroj këto para. Darë me një sekondë, Luka vetë është në burg? Që burg, më është duke me nej gocë, me nej venezueliane duke bë xhiro në për Tiranë. A u dënua më zotëri? Po u dënua, po nuk arrestohet më. Po si, po fshihet, është fshehur? Po është në kërkim, po kush ta kapi më. Po pse kë ka mik Luka? Kush e mbron Lukën? Unë jam te fillimi i hetimit, nuk e di. Dakor. Po do ta vazhdosh? Do ta gjej se kush e mbron Lukën. Sa vjeç është Luka? Sa vjeç është? Po Luka duhet të jetë 50 ca vjeç. Po duket që është mjeshtër në mënyrën e vet. E njeh si fytyrë ti? Foto të gënjejnë, se janë foto pasaporte. Nuk fotot e pasaportes gjithmonë të gënjejnë. Dhe ky ka vite që jeton në Shqipëri apo vetë vjen? Jo, ky ka vite që vjedh në Shqipëri. Ora, ku jeton, ku ka rezidencën? Po tani absolutisht se po të shkojnë në Itali të kapin për 30 sekonda. Në Shqipëri jeton, nuk vjen polici, kur je në kërkim, ul kokën polici, thot më fal që të pash. Marin, nuk kënaqja shumë. Kjo është historia. E vazhdoni këtë punë, prandërit, nuk kalon. Ja ta shoh. Inshallah nuk kalon. Mos e harroni Sokol Bregun, zonja Zotrinj, në orën të shtunën në orën 8 darkës në MSN TV, keni historinë e Lukës, italianit Luka me call centera. Një histori që të ashtë... E mjeshtrit Luka, si kam bjemrin? Falcone. Falcone? Po kështu, Falcone. Qarë perle, më qarë perle. Romani, do shivejmë prapë? Pa diskutim, shpresoj të shihemi për në gjithë të mirë në i marë dhe jo për në i vjedhjen e radhës. Falenderoj shumë. Sokol. I dhe vjedhja, si thota i mjeshtri, është e lezetshme. shoku joni ngushtë. Ja, e kemi tani. E ishte i ombël shumë? Gjithsesi ne presim tetorin, po nuk e dim të kujt viti që zoti Tavo t'jap certifikatat e imarës dhe të e pronave në imar. Do të ftoj për këtë punë certifikatat, se kjo është një mashtrim e madh shumë. Po ju lëmë me Samsoni dhe pastaj me La Vida Condila.